specifikuar mënyra e mungesës, ndërsa në rastin e kryetarit të bashkisë nuk është specifikuar. Dhe kjo është një precedent që edhe një zgjidhje gjyqësore që do japi. Pra nuk vlen ta krahasojmë me rastin e zotit Berisha. Jo, po ne s'kemi vendim në rastin e zotit Berisha. Jo, për të hequr mandatin. Nuk kemi vendim. Nuk kemi vendim as gjyqësor. Kemi një vendim të zotit Velia nuk ishin mbytur hetimet. Kemi një vendim të Këshillit të Rregullorës, i cili thotë që mungesa nuk është e vullnetshme e zotit Berisha dhe si rrjedhoi nuk quhet mungesë 6 mujore dhe ish kryetaria e parlamentit zonja në mos gaboj Lindira Nikola tha që nuk digjet mandati i zotit Berisha. Do një vendimarrje politike e kryetares kuvendit edhe Këshillit të Rregullorës. Avokat, një koment për këtë se doja të flisim edhe për diçka tjetër. Në kodin e procedurës penale, i vetmi e ka parashikuar kodi i procedurës këtë. Do të thënë e ka blinduar në pikpamje juridike. I vetmi kur merret një masë siguri ndaj kryetarit të bashkisë, nuk ja ka lejuar prokurorisë dhe gjykatës që ato ta pezullojnë atë detyra. Pse? Sepse ligjvënësi kur e ka bërë këtë dispozit, ka patur parasysh faktin që ai ishte i votuar. I votuar nga popullin. Pra, nëse do ishte aq e thjesht historia, po, në kodin e procedurës kishte vendosur në moment që ka një masë arresti, bëhet pezullim nga detyra. Po jo, ligjvënësi sepse Konventa Evropiane e Drejtat të Njerëzit nuk e lejon këtë pjesë. Dhe kjo është arsyeja. Dhe fakti që Këshilli i Bashkisë, shiko, këta thonë që mos e Këshilli i Bashkisë nuk është bërë që ja vetëm konstatoj, jo. Ti kur konstaton që dikush ka munguar në vendin e punës, gje parë thirret më. Kur një punonjës që të mungon në vendin e punës, thirret atë këtu pra dhe i thuhet, zotëri po, ti ke munguar në vendin e punës. Dhe ti duhet ta justifikosh këtë, kush janë pretendimet e tua. Pra, të gjitha këto shkelje të procedurës besoj se gjykata kushtetuese do t'i marrë parasysh gjykatës si hyn fare se Bashkia e Tiranës është pa shërbime, ai është problemet, ato janë probleme, janë çështje politike që i ka edhe Dirama, i ka edhe majoranca për justifikuar veprimet e tyre të paligjshme. Asaj si hyn gjykata kushtetuese hyn fare se Tirana është e pistë, është e pastër apo ka problematika. Ajo hyn procedura është në konform ligjit 139 për pushtetin vendor, apo në shkeljet kushtetuese dekreti apo jo. Prandaj po them që unë mendoj që gjykata kushtetuese besoj se të gjithë këtë që do ta nxjerrë nul. Qartë. Doja të flisnim për raportimin e zotit Dumani në Komisionin e Ligjeve. Për ju, kush ishte momenti më i rëndësishëm gjatë raportimit të tij? Seva. Unë mendova që opozita do ishte shumë e vëmendshme në atë moment dhe do i kishe kërkuar me të vërtetë do kishte bërë ato pyetje që i interesonin më shumë qytetarëve shqiptar. Fakti është që ai tha një lajm ose tha një informacion shumë të rëndësishëm që opozita nuk u mor fare. Që nuk do të kandidojë. Jo, më nuk kam lidhjen te gjërat e tilla. U tha që nga institucionet publike nuk na vin kallëzime fare. Ktu duhet të ngulte opozita. Kush është arsyeja zotëri? Keni bërë një studim pse nuk ju vin kallëzime nga institucionet publike? Çfarë është arsyeja që i pengon këta njerëz me kallëzime? Kanë institucione këta të auditit brendshëm? Kanë institucione këta të kontrollit? Pse këto institucione nuk raportojnë? Keni bashkëpunim me policinë e shtetit? U tha për operacionin Ura, se që ishte, tha që ne vetëm bëjmë fletarese, tjetër kush i zbaton. Keni bashkëpunim me policinë e shtetit? Kush janë elementet që ju pengojnë në këtë bashkëpunim? Këto janë informacionet që i nevojiteshin opozitës. Para për të bërë një luftë politike me majorancën, për të treguar që këta nuk e mbështesin punën e SPAK-ut, se këtu është marrëzi. Tu del sikur majoranca mbështet punën e SPAK-ut. Majoranca goditet për ditë nga SPAK-u dhe del sikur e mbështet punën e SPAK-ut. Ndërkohë, opozita e cila ka të gjithë benefitet nga puna e SPAK-ut, mund të kërkojë më shumë, patjetër mund të jetë më kërkuese ndaj punës së SPAK-ut, po benefitet politike i merr opozita në fund ditës. Në këtë moment opozita nuk e di u mor me çështje konkrete, jo po kjo çështje, po ja çështje se ti ke bër këtë, ke bër atë. Nuk ishte aty për të marrë me çështje konkrete. Ai shumë informacione dha në vlerësimin tim. Se në fund ditës thoshte bëj kërkesë, je ka dhënë bëj kërkesë. Jo, dakord, po përgjithëse se jep dot Dumani, sepse nuk ka raportime apo jo, denoncime. Po një arsye ka, nëse s'ka raportime, është politikë qeverisë kjo? Se fakti... Pre ta thot Dumani këtë? Po jo pra, Dumani tha që nuk na vin kallëzimet. Po... Kush është arsyeja?
është arsye se nuk ka më krim, ka arsye se nuk ka më korrupsion, apo kemi një vendimare që thotë nuk lejohen këta institucione për të bërë punën e tyre. E dini zotëri që ai e tha që është rritur perceptimi publik për korrupsion është rritur. Ndërkohë ne vazhdojmë punojmë, tha dhe prapë perceptimi rritet për korrupsionin. Tani kjo është kampan alarmi. Këtu do të shfrytëtonte opozita. Ka lidhje kjo pyetje me Dumanin, avokat Çakra? Shiko, unë ndoqa ato 5 orë mbledhje, një gjë tha me sinqeritet që duhet vlerësuar zoti Dumani, tha që edhe pse ne kemi hetuar dhe gjykata ka dënuar, përsëri korrupsioni është shtuar. Dhe kjo vërteton dhe njëherë dështimin total të asaj strukture. Unë s'kam pas ndonjëherë besim, por sepse nuk e bëjnë strukturat dhe emri institucioni për bëjnë personat mund të hetojnë edhe pa patur një strukturë posaçme, ata që kanë dëshirën për të punuar për kombin, dhe besova që zoti Dumani ishte i sinqert vetëm në këtë pikë. Në të tjerat, mua zoti Dumani mu duk si një seksion i drejtësisë brenda Partisë Socialiste. Asgjë tjetër nuk më duk, sepse zoti